Rooseveltova numër 64. Në këtë adresë ka një ndërtesë të vjetër në lagjen e Shkupit dhe Barmallo. Ka vetëm 2 kate dhe 4 apartamente, të gjitha nga 45 metra katror. Nuk është pallat, nuk është ndërtesë e lartë që në të jetojnë 50 persona. Por sipas listës zgjedhore dhe Ministrisë së Brendshme, në këtë adresë duhet të ketë turma njerëzish. Si zbuloi Alsatm, apartamenti numër 3 është një nga adresat në të cilën evidentohen 30 njerëz nga Pusteci, të cilave në mënyrë të palishme në vitin 2013 u janë dhënë letër njoftime, duke u bërë votues në komunën Qendër. Apartamenti është në pronësi të shtetit, ndërsa te dera shkruan se në të jeton familja Krstevski. Por kur trokitëm askush nuk e hapi derën. Bazuar në rrjetin që kishte informuar Merimangat në derë, është më së qartë se në banesë nuk ka hyrë njeri një kohë të gjatë. I pyetëm fqinjet kush jeton në këtë apartament të famshëm. Те како стројката живее ли некој во стан број 3? Има некој дечка, ама не сме ни ние запознати околу таа баш. Кој е како? Да, тој беше понапред стан на Верушевска, тројката. Добро, тука живеел Верушевски? Да. А Верушевски до кога живееше тука? До Верушевски одавна е. Сетачно ќе ви излажам ако ви кажам некоја година, ама многу одавна преселен. Зашто тој е државен стан? Државен е стан, не знам на кого припаѓа. А од Пустец имало ли тука луѓе сместувани? Од Pustec? Pustec, не знам. Në këtë banesë deri në vitin 2002 ka jetuar ish drejtori DSK Zoran Verushevski. Në vitin 2003 ai nën presionin e opinionit ia ktheu banesën shtetit, sepse ishin dhënë në pronësi 2 banesa shtetërore. После тоа кој дојде во станот? Никој. Не сум видел во се. Сте видели ли тука некои жители од Пустец, 20-30 души биле сместени? Не сум видел никому и знам дека е празен за тоа. Që atëherë fqinjët tonë se nuk ka pasur ndonjë qiramarrës të përhershëm. Ministri Spasovski 3 ditë më parë njoftoi se ka zbuluar më shumë banesa të këtilla shtetërore, në adresë të së cilës janë dhënë në mënyrë jo legale letërnjoftime personave nga Pusteci. По 20-30 луѓе, од овие 424 се водат на една адреса. Направив проверка во избирачкиот список. Сите 424 лица со незаконски лични карти се наоѓаат во избирачкиот список, што значи им било овозможено да гласат. Për votuesit misterios nga Pusteci, LSDM-ja publikoi 10 bisedime mes liderëve të VMRO, DPMN-s dhe krerëve të policisë. Në një nga bisedat, ish-ministre Jankulovska, shefi të kabinetit të Gruevskit Martin Protugjer, i shpjegon se këta të gjorët votojnë dhe tërë situata në komunën Qendër i ngjan një cirku Medrano. Да. Медрано. Лудница, ама добро ли, добро. Абе, луѓето човечињава си гласаат. Тоа е се споредно што ти кажувам. Сите будалитинки се пуштени таму на интервенција. Знаеш, мислам, провокации што ти не, ама битно, човечињава за рака се држат, влегуваат и гласаат и патент на уста. Па ги снимале за рака кај шо одат, па ги објавиле на Либертас ли на не знам, циркус е, мислам, умница. Ministri Spasovski tha se deri më tani vetëm në komunën Qendër ka zbuluar 424 persona nga Pusteci, të cilëve u janë lëshuar në mënyrë të paligjshme letërnjoftime, të cilat nuk kanë qenë në listën e zgjedhësve në vitin 2011, por paraqiten në zgjedhjet e vitit 2013 dhe 2014.